ato të cilat citoj zoti Murati, unë sinqerisht ju falenderoj edhe për durimin, edhe për ciljen e seancave ose seancës konstitutive, të cilat nuk po mbyllet, në këtë moment thirrur të rëndësishëm për vendin edhe për formimin e institucioneve. Tu parajish janë që vetëm një hap tutje ta shtyej dhe të deklaroj që demokracia në të cilën po gjykohet dhe po vlerësohet mundësia e ngrimit të kandidatës nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje është tërësisht e papranueshme. Lejoni ju sjellni në mendjen tuaj edhe një herë të gjithë opinionin dhe të gjithë atyre që e kritikojnë zonjën Haxhiu, që Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit me 125 vota. Apo të ndryshën në numra, 3 herë më shumë vota se parafolësi zoti Haradinaj, me 45 vota, apo 2 herë më shumë se i tërë grupi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nismën, grupit konservativ intelektual që kanë qenë bashkë. Dhe të pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është pak kontestueshëm. Gjithashtu nëse krahasohet edhe me vetë liderin e opozitës, zoti Mendi Krasniqi, zonja Albulena Haxhiu është 30.000 vota para zotit Krasniqi. Ju lutem mos të marrim aq lehtësisht mundësinë e ndryshimit të një propozimi, kategorizimi, kualifikimet mizogjene, e gjithashtu edhe vlerësimin e punës dhe aktivitetit të saj politik në mënyrat më brutale të mundshme. Zonja Haxhiu ka qenë mbi 11 vite deputete e opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Roli i saj nuk ka qenë unifikues me thirrje, por ka qenë opozitare. Edhe besoj si opozitare ka treguar për kushtimin, betejën e vazhdueshme për të gjitha kauzat të cilat ajo dhe lëvizja vetëvendosje kanë përfaqësuar. Pastaj në rolin e ministrës së drejtësisë, në rolin ekzekutiv, prapë ka përfaqësuar ekzekutivin dhe qeverinë Kurti 2. Prandaj të vlerësohet sot, ju lutem. Do e lozha i thunin në takimin me partitë politike. Lutem.